Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për këtë ditë të premte për 12 sinjat e zodiakut për datën 17 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi. Këtë të premte dash, të gjen ende në ndikimin e energjisë pozitive dhe produktive që të ka shoqëruar gjatë ditëve të fundit. Je plot motivim dhe ke mundësinë të përfundosh një projekt, një detyrë apo një ide që e ke shtyr prej kohës. Përqendrimi yt është më i fortë se zakonisht, dhe çdo hap që hedh sot të afron më shumë drejt rezultateve që dëshiron. Në punë apo në çështje personale, mos ke frikë të marrësh iniciativën. Besimi në aftësitë tua do të të ndihmojë të kapërcesh çdo pengesë të vogël që mund të dalë gjatë ditës. Nëse dikush kërkon ndihmë ose mendimin tënd, mos hezito të afrosh, pasi këshillat e tua do të vlerësohen. Megjithatë, në mbrëmje yjet të kujtojnë se suksesi nuk matet vetëm me punën që bën, por edhe me mënyrën si kujdesesh me veten. Pas gjithë angazhimit të këtyre ditëve, trupi dhe mendja ka nevojë për pak qetësi. Mund të ndjesh dëshirën të gatuar diçka të shijshme, të bësh një shëtitje, të ushtrohesh ose thjesht të kalosh kohë në një ambient të qetë. Mos e konsidero këtë si humbje kohe, pikërisht këto momente relaksi do të rikthejnë energjinë dhe do të përgatisin për sfidat e ditëve në vazhdim. Këtë të premte do të gjesh ekuilibrin mes punës dhe mirëqenies personale, sepse kur kujdesesh për veten, je në gjendje të japësh më të mirën në çdo aspekt të jetës. Dem, kjo e premte është dita ideale për të vënë rregull në gjithçka që ke lënë pezull. Dhe të premte ke durimin e përqendrimin dhe këmbguljen e nevojshme për të përfunduar detyrat që i ke shtyr. Edhe ato angazhime që të dukeshin të lodhshme, tani do t'i kryesh me lehtësi, dhe ndjesia e përmbushjes do të të japë një kënaqësi të veçantë. Në punë, organizimi yt do të bie në sy. Nëse vepron hap pas hapi dhe nuk nxitohesh, do të arrish rezultate shumë të mira. Mos të lejoj detajet e vogla të shpërqendrojnë, sepse sot çdo përpjekje do të shpërblehet. Nga ana financiare, është një moment për të sistemuar pagesa, dokumente ose për të planifikuar shpenzimet e ditëve në vijim. Vendimet e marra me qetësi do të rezultojnë të zgjuara dhe afatgjata. Ndërsa mbrëmja afrohet, është koha të lësh pas stresin dhe ditës dhe të kushtohesh vetes dhe njerëzve që të bëjnë të lumtur. Një takim romantik me partnerin, një darkë e këndshme ose një bisedë me një mik të afërt mund të të mbush me energji pozitive. Nëse je beqar, mos refuzoj një ftesë për të dalë, pasi një njojë interesante mund të lindë krejt papritur. Këtë të premte yjet kujtojnë se puna është e rëndësishme, por aq e rëndësishme është të krijosh momente të bukura me njerëzit që i ke për zemër. Gjej balancën mes përgjegjësive dhe kënaqësive të jetës, sepse kjo do ta bëjë ditën tënde vërtet më të plotë. Binjakët. Kjo e premte binjak, të gjen plot energji mendore dhe ide të reja. Gjatë gjithë javës ke kaluar nga një projekt te tjetri, dhe sot ritmi yt mbetet i lartë, je i shpejt në të menduar, gjen zgjidhje aty ku të tjerë shojnë pengesa dhe arrin të përballosh me sukses një agent të ngarkuar. Aftësia jote për të përshtatur me çdo situatë do të jetë një nga pikat e tua më të forta. Në punë apo në studime mund të kërkohet të marrësh vendime të shpejta ose të ndihmosh dikë me një problem. Besoje intuitës dhe zgjuarësisë tënde, sepse sot do të gjesh fjalët dhe veprimet e duhura në momentin e duhur. Kujdes vetëm mos marrësh përsipër më shumë se sa mund të përballosh. Megjithatë, ndërsa dita i afrohet fundit, do të ndjesh një dëshirë të fortë për të larguar nga zhurma dhe angazhimet. Energjia e hënës në bashkim me Venusin në Virgjëresh sjell qetësi, harmoni dhe nevojën për të rikthyer pranë shtëpisë dhe njerëzve të dashur. Një mbrëmje e qetë, një film, një libër ose thjesht pak kohë për veten do të të ndihmojë të rikuperosh energji. Mos u ndjej në faj nëse nuk je aktiv çdo minutë të ditës. Pushimi është aq i rëndësishëm sa puna. Duke i dhënë vetes kohë për të çlodhur, do të zgjohesh nesër me më shumë frymëzim, energji dhe gatishmëri për sfidat e reja. Balanca me këtë ditë mes aktivitetit dhe qetësisë është çelësi i suksesit tuaj. Gafore, kjo e premte të gjen në një ndjenjë vetbesimi dhe kënaqësie për gjithçka që ke arritur gjatë kësaj jave. Hapat e vegjël që ke bërë çdo ditë po japin rezultatet e tyre dhe tani fillon të shohësh se përpjekjet nuk kanë qenë as pak të kota. Me ndikimin e Jupiterit ke qenë më i hapur ndaj mundësive të reja, ke shprehur më shumë idetë tua dhe kjo po të sjellë vlerësim nga njerëzit përreth. Në punë ose në jetën personale, mos hezito të vazhdosh të besosh te vetja. Dikush mund të vëjë re talentin ose përkushtimin tuaj dhe të jap një mundësi që e ke pritur prej kohës. Edhe nëse rruga ka pasur pengesa, këtë ditë do të ndihesh më i sigurt për drejtimin që po ndjek. Momenti i bukur i ditës vjen në mbrëmje. Në fund fillohet një bisedë që e ke pritur me durim, qoftë me partneri, një mik të ngushtë apo një familjar.
Edhe pse Mërkuri në prapavi shpesh sjell keq kuptime, këtë herë fjalët rrjedhin natyrshëm dhe alnin të kuptonin njëri tjetrin më mirë se sa e kishte imagjinuar. Nëse ke mbajtur brenda vetes emocione apo shqetësime, mos ki frikë të shprehësh. Kjo bisedë mund të largojë keq kuptime, të forcojë marrëdhënie të rëndësishme dhe të japë një ndjenjë lehtësimi të madhe. Në fund të ditës do të kuptosh se ndonjëherë një bisedë e sinqertë ka fuqinë të ndryshojë gjithçka. Këtë ditë, komunikimi dhe hapja e zemrës janë çelësi i qetësisë dhe i lumturisë tënde. Luani. Kjo e premte Luan, është dita jote për të shkëlqyer. Hëna kalon në pjesën më të madhe të shenjës në ditë tënde, duke të dhuruar vetbesim, energji dhe një dëshirë të fortë për të marrë iniciativën. Do të ndihesh më i motivuar për të shprehur idetë tua, për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve dhe për të lënë një përshtypje të mirë kudo që ndodhesh. Në punë ose në jetën personale, njerëzit do të vënë re karizmën tënde. Është një moment i favorshëm për të prezantuar një projekt, për të zhvilluar një bisedë të rëndësishme ose për të marrë drejtimin në një situate. Besimi që ke te vetja do të jetë arma jote më e fortë. Megjithatë, yjet këshillojnë të mos mendosh vetëm për të tashmen. Merr pak kohë për të analizuar financat e tua. Ndoshta ke kohë që ëndërron një udhëtim të madh, një makinë të re ose një blerje që kërkon një investim të konsiderueshëm. Kjo është dita ideale për të parë mirë me realizëm buxhetin tënd dhe për të bërë një plan kursimi. Energjia praktike e vigjereshës të ndihmon të organizosh shpenzimet dhe të marrësh vendime të mençura financiare. Edhe nëse duhet të heqësh dorë nga disa shpenzime të vogla, tani kjo do të afrojë më shpejt drejt objektivit tënd. Në fund të ditës do të ndihesh kënaqur jo vetëm për energjinë dhe sukseset që ke arritur, por edhe pse ke hetur themelet për të realizuar një ëndër të madhe. Kjo ditë është dita për të kombinuar guximin me mençurinë, sepse kjo është formula që do të të çojë drejt suksesit. Vigjiresha. Kjo e premte vigjiresh sjell një ndryshim të bukur në energjinë tënde. Me kalimin e ditës do të ndihesh gjithnjë më shumë në harmoni me veten. Bashkimi i hënës me Venusin në shenjën tënde të ndihmon të rikthesh qetësinë, vetbesimin tek intuita jote. Do ta kesh më të lehtë të kuptosh se çfarë dëshiron vërtet dhe cilat janë prioritetet e tua. Në punë ose në jetën personale, mos lejo që mendimet e të tjerëve të ndikojnë në zgjedhjet e tua. Ti e di më mirë se kushdo se çfarë të bën të lumtur dhe cilën rrugë duhet të ndjekësh. Kjo është një ditë e mirë për të marrë vendime që lidhen me mirëqenien tënde emocionale dhe personale. Në mbrëmje, kushtoj kohë vetes dhe aktiviteteve që të japin kënaqësi. Mund të fillosh një hobi të ri, të regjistrohesh në një kurs ose në një grup që të ndan të njëjtat interesa me ty. Nëse je në një lidhje, organizo një takim romantik me partnerin. Nëse je beqar, mos e refuzo mundësinë për të njohur njerëz të rinj ose për të kaluar kohë me miq. Mos harro se lumturia jote nuk duhet të vijë gjithmonë nga arritjet apo detyrimet. Ndonjëherë ajo gjendet në momentet e vogla, në të qeshurat me njerëzit e dashur dhe në aktivitetet që ushqejnë shpirtin tënd. Këtë ditë yjet ftojnë të vendosësh veten në plan të parë, sepse kur je i lumtur dhe i qetë, gjithçka fillon të ecë më lehtë.